Produktet vendore të krijuara nga gratë ndërmarrëse do të prezantohen për 3 ditë radhazi në sheshin Nën Tereza në Prishtinë, në kuadër të panairit Gratë në Biznes. Përfaqësues institucionale vlerësuan këtë aktivitet si një mundësi për promovimin e prodhimeve vendore dhe fuqizimin ekonomik të grave. Numri zyrtarit të punësuareve në Republikën e Kosovës është rritur në 410.000. Prej tyre mbi 53.000 janë gra dhe vajza të reja që kanë hyrë në tregun e punës. Thënë këtë, prap numri total i grave në tregun e punës nuk është aty ku duam ta kemi. Vetëm 30% e grave të cilat janë aktive për tregun e punës, grave dhe vajzave, sot aplikojnë apo kërkojnë punë dhe synimi ynë është që ky numër të rritet deri sa të arrijë barazinë e plotë të djemve dhe burrave në tregun e punës. Ministria në detyrë premtoi se do të vazhdojë të krijojë kushte më të mira për gratë në biznes. Me nisma, sikur kjo për panairin e grave ndërmarrëse, me mbështetje të drejtë që Ministria e bën për bizneset e grave, me promovimin dhe ngritjen e vetdijes të gjithë qytetarët për rëndësinë e blerjes së produkteve vendore, synojmë që të fuqizojmë ekonominë e vendit, të rrisim prodhimin vendor e gjithashtu edhe të fuqizojmë gratë dhe vajzat në tregun e punës. Por një pjesë e grave që po i ekspozojnë produktet e tyre në panair thonë se suksesi i bizneseve të tyre nuk është arritur fal mbështetjes institucionale. Mirë me biznes që 2 vite, me studje grafike dhe gift shop, Akil Design. Nuk na ka përkrah shteti as pak, vetëm me mundësi tona. Po, kemi pas punë, kemi se mirë me design, reklama, kemi pas punë, tash sezona, edhe patëm që me marrë pjesë edhe panair. Një përvojë të ngjashme rrëfen edhe pronarja e kompanisë 99 Lule, e cila thotë se zhvillimi i biznesit është mbështetur kryesisht nga organizatat ndërkombëtare. 99 Lule nga shteti asnjëherë kur nuk është përkrah, vetëm prej organizatave ndërkombëtare. Po, mos ishin ato, nashta edhe nuk kish mund me ekzistu 99 Lule. Na i kem 3 linja të përpunimit. E kem linjën e përpunimit çajna dhe erza, linjën e fermentimit të umshullës dhe linjën e përpunimit të vajrave dhe kremrave. Panairi i Gratë në Biznes do të qëndrojë i hapur deri më 5 gusht, ndërsa organizatorët presin pjesëmarrje të madhe të qytetarëve dhe mërgatës, me synimin që promovimi i produkteve vendore të shoqërohet edhe me rritje të shitjeve për gratë ndërmarrëse.